Përshëndetje, ku do flasim për një temë shumë të rëndësishme, ku kemi diellin e shqiptar, që bën 4 ditë që është futur, që do qëndrojë deri më datën 21/12 të 2025-s. Duket se ka një ndikim shumë të madh, ku është në një shenjë zjarri, ku dielli jep mundësi dhe shumë rëndësi në këto çështje. Gjatë mesjetës, shenja e shigetarit, sipas astrologëve të kohës, kishte 3 identitete, të ndryshme siç përmendet në librin e tij që Qielli i Brendshëm, nga astrologët të mëdhenj të kohës, ku quhet Stephen Forrest. Këto 3 arketipe që ka të bëjnë shumë mbi ndikimet dhe ndryshimet që ai cigani, studenti, filozofi. Po çfarë ka të përbashkët këto 3 koncepte që lidhen nga simbolika e një shenje? Paraqitësh simboli i shenjës së shqiptarit është tridimensional. Është gjysma kal, gjysma njeri dhe harku që njeriu mban në dorë. Shenja e shqiptarit sondohet nga Jupiteri, për të cilët do të keni dëgjuar shpesh që e them se është planeti që simbolizon zgjerimin, hapjen, horizontet tona. Për ciganin, zgjerimi ndodh nëpërmjet lëvizjes fizike dhe një rajon në tjetrin, nga një udhtim në udhtimin tjetër, gjeografikisht dhe në shtete të ndryshme, dhe është vendosur në mjedise fshatra, qytete, vende të ndryshme. Për studentin, zgjerim dhe hapje horizontesh ndodhin në nivel të njohjes, të prehtësisë, mendjes dhe leximeve të mëdha të librave. Për filozofin, zgjerimi është shpirtëror. Ai hap horizontet e tij të vetëdijshme, duke përpjekur të kuptojë rregullat e jetës së universit. Cili është qëllimi i shqiptarit? Për çfarë tjetër përveç se të kuptojë kuptimin e jetës, e cila qëllimi i shqiptarit, për çfarë është përveç se kupton kuptimin e jetës, destinacionin e saj në botë? Po ka diçka sepse të arrijë të vërtetën. Vetëm për zemrën e tij dhe lirinë në mënyrë të madhe që e kërkon me insistim. Shqiptari është një aventurë e pafundme, një udhëtim pa një destinacion të përfunduar, sepse ka një moment, në moment tjetër ka gjithmonë në lëvizje. Epoka e shqiptarit. Dielli kalon në shqiptar në orë që ka kaluar në datën 22, ku mbetet në këtë shenjë deri më datën 21/12 deri në orën 5 mbasdite. Fëmijët e lindur gjatë kësaj kohe do të jenë shqiptarit. Këto data dhe kohën e hyrjes së diellit në secilën shenjë ndryshon çdo vit. Kështu që për të ditur saktësisht në ndikimin më të madh, duhet të kuptojmë në lindjen dhe në orën e lindjes për të dhënë një parashikim të detajuar në këtë aspekt. Karakteristikat e shqiptarit. Shqiptari është një shenjë optimiste, e sunduar nga mbreti i 12 perëndive, që do thot Zeusi, pra Jupiteri, duke dhënë fat, është shenja e lirisë, eksplorimit, udhëtimit, filozofisë, lëvizjes. Ai ka vështirësi me angazhimet dhe kufizimet, duke besuar gjithmonë se mund të ketë diçka më të mirë në rrugën e tij dhe nuk mund të dorojë shtypjen e të tjerëve ose keq interpretimet nga vetë personi që kërkon diçka të re, dhe këtë ai e vuan në shpirtin e vet. Por gjithsesi, ai është një student i përjetshëm i jetës. I pëlqen të mësoj, të edukoj dhe të transmetoj njohuritë e të tjerëve. I pëlqen të filozofoj rreth jetës, të shqyrtoj gjithçka në sisteme të ndryshme, politike, ideologjike, fetare, por nuk duhet të lejoj kurrë që në sistemet që të vendos mbi të. Pra është kërkues i vetvetes dhe i të tjerëve për të ndihmuar. Ndershmëria dhe shpresa. Kjo do thotë që ndikimi, ku epoka e akrepit i cili vjen fundi, na ka shtyrë që në të kaluar të përballim me të vërtetat e errta të botës sonë, duke na bërë dyshues ndaj të tjerëve. Dhe kjo do thotë mënyra dhe mundësia e kohës dhe e përdorimit të ndryshimeve të mëdha. Ditën e shtunë që lan pas, që u fut dielli në shqiptar, do thotë që na shtyn të qasemi në jetën tonë dhe shumë ndershmëri dhe entuziazëm. Na jep mundësinë të shohim pamjet e përgjithshme. Padyshim, pa analizuar shumë. Shqiptari i referohet të ardhmes. E tashme mund të jetë ende vështirë, por na rimbush besim me diçka pozitive, po vjen të na ndriçojë botën. Këtë shpresë që i japin shkenca, teknologjia, artet dhe në fundit vetëm qenia njerëzore
e evoluar. Çfarë duhet të bëjmë kur kemi diellin në shigjetar? Dielli në shigjetar është koha kur mënyra dhe mundësia që do të ndryshojnë në filozofinë tonë dhe për gjithë shtigjet, perspektiva të reja, për të hapur horizontet tona, shpirtërore dhe gjeografike, është koha për të synuar lart për ambicie dhe qëllimet të reja, dhe për të besuar se mund t'i arrijmë ato. Pra, le të jemi gati për përvoja dhe aventura të reja. Aspektet e diellit në trajtimin e tij në shigjetar. Dielli në katërkëndësh me Saturnin, që ndikimet, favorizimet dhe mundësitë, që ky është një kënd mjaft i vërtetësisë dhe i ndryshimeve. Meqense kjo do të thotë që Saturni, mësuesi i universit, jep më tepër në disiplinë, për të kapërcyer problemet që lindin. Ndikohen deri diku për vëmendje që ata kanë, janë binjakët, Virgjeresha, shigjetari, peshqit me ditëlindjet dhe ditëshit të tretë. Kur kemi ndikimin e diellit, sepse kjo ka një farë mundësie ose një farë mënyre për sa i përket çështjeve dhe gjërave madhore që lidhen në anën e punës dhe të karrierës. Por ndikimet që kanë bëjnë, mënyra dhe mundësitë, sepse kryesisht ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me shumë gjëra në ndikimet e punën dhe karrierën, por lidhet shumë kjo periudhë, është një periudhë që vërtet ka shumë shkëlqim në një farë mënyre, por nganjëherë nga teprica e tepërt, verbuse e shkëlqimit nga disa gjëra nuk janë ashtu siç duhet. Ashtu siç duket në plan parë, por nëse jemi të kujdesshëm të vëmendshëm, nuk ndodh asgjë mbi çështjet që kemi. Por le të hedhim një sy dy mësore zodiakale, çfarë ndikon? Mbasi të përfundojmë këtë temë, ne do lidhemi direkt me mesazhet, siç e bëjmë traditë çdo të mërkurë në të njëjtën orë. Për juve që interesoni për parashikime të detajuara dhe dëshironi që të shikoni se si funksionon, atëherë kemi këtë faqen këtu. E klikoni astrologo.al dhe atje pastaj mund të shikoni se si mund të abonoheni, që të merrni një parashikim të detajuar. Dhe atje keni paketat. Po duke zgjedhur paketat tek fotoja, po ta shikoni atë foton atje, që atje e klikoni dhe atje pastaj ju hapet dhe e shikoni se si funksionon paketa, se si janë paketat atje. Duke bler paketën tuaj dhe numri përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria. Atje pastaj duke klikuar ato dritaren, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti, siç jemi pikërisht tani, atëherë kemi këtë butonin këtu. Duke e klikuar, duke e parë, duke na bërë subscribe, dhe jeni gati për të dërguar mesazhe pastaj siç e bëni. Për juve që doni që keni një çështje momentale, ose keni diçka në moment, një takim, një bisedim, kur është koha e mirë, ora e mirë, kemi, po ta shikoni atje, membership. Klikojeni ato membership, shikojeni, hidhni një sy, mbase ju të intereson. Më tepër nuk ju them, unë e lejoj që shikoni, ta zbuloni vetë, edhe atëherë do kuptoni se si funksionon membership. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, shenja e zjarrt dhe e ndryshimit të madh, që do thotë shenja e dashit. Për shenjën e dashit duket se ndikimi i më i madh, sepse shenja shigjetare është shenjë zjarri, që është miqësore me juve. Dhe kur vjen koha, e saj gjithmonë ndihet më sigurt, bëhet më të guximshëm, më të vendosur për në kërkime dhe në çështje pune. Ndryshimi dhe mundësia, dy çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë në lidhje me karrierën, në lidhje me punën. Fitime, njohuri të reja, njerëzit e rinj që ata kërkojnë janë në kërkim për një diçka të re. Të shenjës së dashit, të ditëshit të tretë dhe të parë kanë katër çështje të rëndësishme. Kanë punën, kanë dashurinë, kanë udhëtimet dhe marrje vendime të rëndësishme në këtë hark kohor. Të 30 ditëshit, në këto katër çështje që unë thash, është koha më mirë e mundshme dhe më pozitivja për të arritur në finish. Por disa mund të trokasë, mund të kenë probleme, por janë të zgjidhshme.
Për disa mund keni pasur disa çështje shumë madhore, por nuk keni zgjidhur akoma. Është momenti juaj. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, keni mundësinë, juve që nuk keni pasur një problem me të dashurën tuaj ose të dashurin tuaj, e zgjidhni pikërisht në këtë har kohor, të paktën deri më datën 22 dhjetor, ku është dhe koha, momenti, ky har kohor mund të zgjidhë shumë çështje dhe mjaft çështje problematike. Dhe kështu që është e mundur që të zgjidhni gjithçka dëshironi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vendos, rregullon, stabilizon punën dhe karrierën, që do thot shenja e demit. Shenja e Shëgjetarit nuk është veçanërisht e pajtueshme me natyrën tuaj toksore dhe shumë e thjeshtë, por është gjithmonë një shenjë që lëviz dhe ju emocionon me energjinë e saj. Periudha e shenjës së demit, periudha e Shëgjetarit është lidhur me çështjet që lidhen me financat, por edhe me jetën tuaj të dashurisë. Për të qenë më të saktë me ndjenjat tuaja thellë në marrëdhënie, nga tani deri më datën 21 dhjetor, do të shqyrtoni me kujdes të gjitha çështjet që lidhen me transaksionet, financat, gjithçka që lidhet me borxhet, kartat, trashëgimit, investimet, sigurimet, duke pritur të mbyllni çdo lloj vrime dhe të gjeni veten me fitime nga ana tjetër. Është një periudhë thellimi, marrëdhënie personale, njohje të reja me natyrën e ndryshimeve të mëdha dhe jo vetëm. Është koha, momenti dhe periudha, një periudhë mjaft e mirë, tepër pozitive, sepse kur keni pasur disa probleme në lidhje me familjen, dhe kjo ka qenë një problem shumë i madh para 3 muajve, duket se ai problem që keni pasur në fushën e familjes së dashurisë, një problem që ka ndodhur, duket se tani e zgjidhni. Është pikërisht koha, zgjedhja e problematikave edhe mundësive të arta që do kenë tani tutje. Lidhjet afatgjatë që ka të bëjnë me dem ujor, dem luan, është diçka shumë pozitive. Madje është momenti dhe mundësia e artë për të zgjidhur çështje problematike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë ajri. Kjo do thot shenja e binjakëve. Përse përket binjakëve, me qenë se binjakët duket se Shëgjetari është shenja e kundërt nga ana juaj, dhe e vërteta është se keni mjaft të përbashkët me ta. Kur vjen sezoni i Shëgjetarit për juve, çështja e binjakëve, kjo do thot marrëdhënie, qoftë për marrëdhënie tuaja personale apo profesionale, dhe në të vërtetë deri më 21, disa prej jush mund të hyjnë në një marrëdhënie të re pune, biznesi, mund të bëni një mik të ngushtë, bashkëpunime dhe jo vetëm. Propozimet do të jenë të mjaftueshme. Në një farë mënyre, të tjerët në jetën tuaj do t'ju zënë siç duhet gjatë kësaj kohe. Dhe periudha që kërkojnë njerëzit t'ju zënë vendin e punës, t'ju zënë gjërat që juve nuk doni që shumë, se binjakët janë shumë të ndikuar, por nuk arrin dot. Njerëz janë pas krave. Dhe kjo do të dalin në pa, sepse sfidat e periudhës së Shëgjetarit, e cila është një ndikim shumë i madh, është të gjejmë ekuilibrin midis egos dhe nes. Nëse dëshironi të merrni parashikime të ndryshme ose gjëra të tjera, kuptoni kohën kur nisni diçka, siç është tani, kjo periudhë deri më datën 21, mënyra se si juve i bëni gjërat ose të firmosni kontratë ose i dokument, bëjeni. Kjo janë parashikimet e kësaj periudhe, janë parashikimet pozitive në lidhje me ato çka doni të bëni. Dhe pse jo, binjakët e kanë një mundësi që ta realizojnë dhe ta bëjnë ashtu siç ata dinë. Është koha dhe momenti mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Sepse që të vinë tek Shëgjetari përsëri dielli do një vit. Prandaj them që koha, mundësia, periudha janë në anën tuaj. Prandaj vini pas, mos e lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku çdo gjë ndodh për diçka të mirë dhe për fajin të disa ndryshimeve që keni pasur. Dhe kjo do të thotë mundësi, sepse gaforja, puna, detyrimet dhe përgjegjësitë tuaja të përditshme në shtëpi, në familje, studime apo çdo gjë tjetër që bëni, çdo gjë në cilët i kushtoni kohë
të çmuar, do të shikoni se pse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të marrë vendime. Nga ana tjetër, është një periudhë ku duhet të kushtoni më shumë vëmendje shëndetit, gjendjes suaj fizike, sepse keni lënë pak pas dore. Mirë është një kontroll mund ta bëni tek mjeku, nuk do ishte keq. Një çështje pune mund të bëheni produktiv dhe gjithashtu keni disa sugjerime interesante. Nëse dëshironi të nisni një punë të re, ose nëse dëshironi një njohje ta keni lidhje serioze, është momenti juaj dhe koha. Është periudha më e mirë e mundshme, më stabilizuesja dhe më konkretizuesja e gjërave të juaja. Kjo do thotë mundësi dhe kohë të duhur për të vepruar. Lidhjet që kanë të bëjnë, lidhjet afatgjat, që për juve të shtresës sekafores, duket se është me peshore të dhjetit parë dhe me dash të dhjetit tretë, ku është mundësia më mirë e mundshme që ndonjëherë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, ku do thotë luani. Studimtari juaj dielli, që lëviz në një shenjë miqësore me tuajën, shqiptarin, brenda sektorit të shenjës suaj diellore, që qeveris jetën tuaj dashurore, argëtimin dhe mundësitë të tjera që ju jepen gjatë jetës. Është gjithmonë një lajm i mirë për shenjën tuaj, që do të jetë pozitiv. Një botë e re hapet përpara jush. Dhe kjo do të thotë mundësi, do të thotë zbulim, do të thotë takime të rëndësishme. Nëse jeni të palidhur, mund të ndodhin flirtime, sepse kjo në përgjithësi është koha, është periudha, është momenti dhe kjo do të thotë ndikime të këndshme brenda kontekstit mjaft të lodhshëm në javët e fundit. Por kjo periudhë është një periudhë ku çdo gjë ndodh për një të mirë. Keni pas një problem në punë, pikërisht do ta zgjidhni kjo periudhë është tani. Pra ne bini pas, mos ma lini pas dore. Në dashuri duket se luanët kanë një mundësi të mirë, domos lidhjet afatgjat, që ka të bëjnë me shigjetarët e dhjetit parë, me dëmt e dhjetit tretë. Me dëmt e dhjetit tretë nuk ka vend për të shqetësuar se periudha dhe koha zgjidhet në një farë mënyre dhe është një moment mjaft i mirë dhe shumë stabilizues, shumë gjërat konkrete që lidhen me karrierën dhe me punën tuaj, por në dashuri një çështje që jeni ndarë pa dashje, esni në muajin e 4, që keni qenë luan dëm, luan ujor, mundoni që ta zgjidhni pikërisht tani, sepse është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë e rregullt dhe gjërat që bëhen, në farë mënyrë keni mundësinë dhe kjo është mjaft pozitive, korrekte nga ana juaj dhe momenti është i duhuri për gjëra të mëdha që do të keni. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e virgjëreshës. Për sa i përket virgjëreshave, ndryshe nga natyra juaj dhe entuziaste e shqiptarit, dielli tranzit për shenjën tuaj. Është një periudhë me theks kryesisht në shtëpi, familje dhe është një siguri mjaft pozitive. Asgjë negative. Thjesht është një sezon ku mundësit i keni, koha është më e mirë e mundshme për të parë dhe për të bërë në anën tuaj të familjes. Punën, karrierën, ndryshime, marrje vendime të rëndësishme, lëvizni nga një vend pune që jeni. Do lëvizni dhe kjo do ta shikoni edhe vetë, do më kujtoni, sepse juve që nuk jeni në profilin tuaj dhe kërkoni që të keni bëni ato që juve dini më mirë ta bëni, kjo është kohë mjaft e mirë. Dhe vendim për të zhvendosur larg jashtë Shqipërisë, prisni dokument shumë të rëndësishëm dhe kjo do thotë është momenti juaj, sepse virgjëresha gjithmonë është në mendime dhe stabilizime. Kjo bën që juve të jeni mjaft mirë me veten tuaj. Gjithsesi, kjo periudhë është ideale. Lidhjet që kanë bënë me virgjëreshën, që kanë bënë me virgjëresh shqiptar, virgjëresh binjak, është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të shkojmë tek një shenjë ajri. Kjo do thotë shenja e peshores. Një periudhë më entuziaste, e hapur dhe komunikuese. Fillon me shenjën tuaj që do të zgjas deri në datën 21/12. Sezoni shqiptarit ju gjen në një ndikim mjaft të mirë për sa i përket ritmit dhe shumë kontakte, takime për çështje profesionale, udhëtime, negociata, transaksione tregtare, blerje dhe çështje komunikimi, mjete transporti. Nga ana tjetër mund të keni edhe shumë kontakte me të afërt, kolegë dhe mendime
shumë të rëndësishme. Ajo që do të keni, do shikoni që është një periudhë mjaft e mirë për juve çështës së peshores, ku çdo gjë mund ta zgjidhni në ndikime dhe në çështje të papritura. Sepse është periudha juaj, sepse është një moment mjaft stabilizues, konkretizues me ato që doni të bëni dhe momenti i duhur në gjëra të mëdha. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat e juaja. Në fushën e dashurisë, juve të shenjës së peshores keni pasur një problem me dash, por kjo nuk do të thotë se nuk zgjidhet, është e zgjidhshme tani. Keni pasur një blerje shtëpie, keni dhënë kaparin por nuk e keni marrë, apo mos e kanë dalë disa probleme dokumentacioni për juve, e zgjidhni pikërisht tani. Kjo varet në individ përsa ku kanë do fenomene, por gjithsesi kjo mbetet për tu parë. Por është ai moment në fakt në këtë aspekt, prandaj bëni kujdes, shihni sa gjëra që të vinë aty ku duhet. Kurse në bashkim familjar është me gaforet e 10 të parë dhe me bricjap të 10 të tretë, ku është mundësia dhe e ardhmja juaj në lidhjen tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë uji që do thot akripi. Ditëlindja juaj që ka mbaruar dhe tani është koha për të përqendruar në çështje praktike të punës, marrëdhënie financiare, do të shihni se çfarë është e rëndësishme për ju dhe të vendosni përparësi, duke ja kushtuar energjinë tuaj asaj që është vërtet thelbësore. Është një kohë e mirë për të bërë modifikime, ndryshime dhe çdo gjë të nevojshme, për të qenë më efektiv në punë, por edhe për të përqendruar në rritje të fitimeve tuaja. Në fakt, nuk përjashtohet mundësia që të keni disa propozime të reja në lidhje me punën tuaj dhe financat, sepse veçanërisht një ndikim, një burim të ardhës të dytë është shumë pozitive. Juve e prisni gjë të tillë dhe është realizueshme. Dhe kjo do të thotë shumë çështje pozitive dhe ndikime, shumë çështje negative marrin fund. Ajo që të bëni pa kujdes ka të bëjnë shumë me disa vendime të rëndësishme, lidhje që kanë qenë me dëmt të 10 të parë, me gaforet e 10 që është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me virgjëresht të 10 të dytë, ku gjërat janë mjaft mirë, por edhe pse keni pasur probleme, por janë të zgjidhshme dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja dhe tek tema që neve sapo kemi filluar dhe themi gjithmonë në lidhje me çështjet e mëdha që janë koha që tregon në punë, në karrierë, në ndryshime që do të keni tani tutje, pregatituni, bëni gati, që janë shigjetarët. Diellin shigjetar, ku sezoni juaj ka filluar, ditëlindja juaj e viti juaj i ri personal, është koha për të bërë bilance, për të marrë vendime shumë të rëndësishme, për të parë çfarë gjëra të reja doni të bëni për vitin tuaj të lindjes, është një punë e re, një marrëdhënie e re, a doni të bëni të njohur një çështje tjetër që keni të bëni me jashtë, të hapni biznes dhe të zgjeroheni, apo të merrni me një diplomë ose keni disa provime për të dhënë për bleni makinë, por çdo gjë është në anën tuaj dhe tepër pozitive. Gjëja e rëndësishme është të merrni vendime dhe të vendosni qëllimet e duhura, sepse kjo është baza e shigjetarëve dhe shigjetarët janë shumë të ndikuar në këtë periudhë dhe kanë një mundësi shumë të mirë për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me anën tuaj, lidhje me vendime që merren, në lidhje me çështjet e madhore që keni, me mundësitë e arta që do të keni tani tutje, dhe është pikërisht kjo periudhë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të 10 të parë, me virgjëresht të 10 të tretë që është perfektja, por gjithashtu keni mundësinë për një njohje këtë lidhje serioze, do të thotë me gafore të 10 të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ndikimeve dhe të ndryshimeve që do të thot bricjapi. Çfarë ndodh me bricjapët? Me bricjapët duket se çdo vit, kur fillon sezoni shigjetarit, pak para se të fillojë ditëlindja juaj, fillon një periudhë më e brendshme dhe e vetmuar për ju. Gjatë kësaj kohe, universi ju fton të qetësoheni pak, të përqendroheni tek vetja dhe aspiratat tuaja personale, të kujdeseni për shëndetin tuaj, sepse keni lodhje të iskajshme, ndikimi që ka pas qenë Saturni në retrograd dhe tani është në rrugtimin e duhur për sa i përket arsyes dhe punës dhe gjërave të mëdha. Kjo është një periudhë ku duhet të shtyni gjërat, thjesht të shijoni udhëtimet e jetës suaj, se do keni disa udhëtime pune. Dhe kjo do të thotë është mundësia më e mirë e mundshme. Gjithashtu keni të bëni me një takim që do bëni juve këto ditë, do të filluar nga dita e nesërme, që do thoni juve, po neve janë periudha e festave, si do bëjmë takime, ku do bëjmë takime. Në këtë rast, në periudha feste,
në çështje ku kemi lajme pozitive dhe konkrete, bëjmë gjëra të mira, sepse është koha, është momenti më i mirë i mundshëm, të paktën deri nga data 21 herë që e keni mundësinë për gjithçka do të bëni dhe kohën tuaj e keni në dispozicion. Ajo që duhet keni kujdes ka të bëjë shumë me britqap peshore, britqap dem, që është një lidhje solide, por vetëm do ta shikoni me gafore njerëz, sepse kjo periudhë është një periudhë mjaft problematike, por kjo do të jetë zgjidhje individuale, sepse është mirë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që ju keni, sepse britqapat mirë apo keq dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë, por gjithsesi bëhuni gati për nisma të reja dhe vazhdimsi të jetës suaj, sepse një pasardhës është gati të realizohet. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, një shenjë ajri, që do thot shenja e ujorit. Ujorët, ndikimi i shiqetarë gjithmonë do të thot një periudhë më e mirë për ju, me ndikime të mëdha, me theks në marrëdhëniet tuaja. Veçanërisht ajo është miqësore, ndikimet, puna, karriera, qëllimet që i bëni vetes, në një kënd që keni pasur vështërsi, lidhje me Neptunin, lidhje me Uranin, lidhje me disa gjëra që keni pasur, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe vendimtare në gjëra të mëdha që do të keni tani tutje, dhe kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj që do keni ndikime pozitive, sepse dielli shiqetar mund të jetë vetëm për të mirë, se për të keq s'ka shanse. Shiqetari është për ju shenja që qeveris miqt, kontaktet tuaja, dhe jo vetëm njerëzit që keni perceptime, ide, opinione dhe blerje që do të bëni. Kjo do thot mjaft. Me hënën e re shiqetar në dhjetor, do të keni mundësi të bëni njohje të rëndësishme dhe jo vetëm kaq në lidhje me punën, në lidhje me blerjet, në lidhje me ndihmesat, në lidhje me një njohje tek një lidhje serioze, dhe jo vetëm kaq, por keni të bëni me çështjet nga më madhoret të qenë ndonjëherë miqtë mi të shenjës së ujorit, sepse juve keni pasur shumë probleme dhe diçka parë sidomos një herë nisëm me dokumentacione, nuk keni pasur mundësi për ta zgjidhur një problem të tillë, megjithatë çështjet kanë qenë tërheqë mos e kput në të shumta raste, nëse do marrim muajin maj të 2025, do të marrim muajin shtator, do marrim muajin fundit tetorit, fillimin nëntorit, por tani tutje do shikoni gëzimi, vështirësitë të kthehen në lehtësi dhe mundësitë të kthehen në shanse për të arritur në finish ato që ju doni të bëni. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla, sidomos lidhjet, e them unë, ujor akrep, ujor binjak, duke se tani tutje janë më se të mbara. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku standardet janë të larta. Mundësitë janë kompakte. Koha është e juaja, që janë peshqit. Sezoni shiqetarit, miqtë e mi të kësaj shenje, është gjithmonë një kohë ku përqendroni në qëllimet tuaja profesionale, çështjet e karrierës dhe sigurisht që lodheni më shumë për të realizuar qëllimet tuaja ambicioze. Është një periudhë ku më shumë se kaq është momenti i punës, i karrierës, i ndryshimit, i pikpamjeve që ju keni dhe mendimet që ju keni. Por çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, sepse keni të bëni me anën ekonomike, çështjet madhore që do keni mundësi për ngritje në detyrë. Në fakt, me hënën e re të dhjetorit mund të ketë një ndryshim pozicion pune juve, për ata që kanë lindur në 1003, nëse jeni në pritje për gjë të tillë. Është momenti. Dhe jo vetëm kaq, por do shikoni që disa çështje zgjidhen pa kuptuar. Peshqit, unë kam thënë, po bëj kohë që e them që është në fund nga mesi nëntori që ka qenë, edhe tani në vazhdim që do keni dhe disa gjëra të tjera, juve të shenjës së peshqeve, ku është dhe momenti dhe mundësia e artë për të zgjidhur problematikat dhe gjërat e tjera që juve më përpara vështirë të zgjidhni, por është momenti tani më i mirë i mundshëm dhe për ta zgjidhur dhe për të arritur qëllimin tuaj. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të arritur qëllimin dhe mundësive që do keni në fushën e punës suaj. Në fushën e dashurisë le pak për dëshiruar për arsye të kohës, mbase
ose nuk keni qenë akoma gati për të përgjigjur kërkesave se keni, sepse po të marrim një peshk me i virgjëresh, ka ndikime dhe diktime të mira, kurse me binjak dhe shigjetar është harkokohor dhe mundësia më e mirë dhe më e arta e që ndonjëherë në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet dhe kohën e duhur për sa i përket nismave, për sa i përket asaj çka juve keni, sepse në fakt baza ose kryesisht me ekonominë, kryesisht me punën tuaj, me ndryshimet të mëdha që vijnë nga një anë në tjetrën, vijnë disa gjëra që vërtet keni pasur kohën tuaj, keni pasur mundësitë e arta për ekonominë tuaj, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk kanë qenë atë ku duhet, por jeni munduar që të jeni korrekt. Ju jeni mjaft të drejtë për së drejti dhe nuk jeni të bëni të flisni, të hidhni një fjalë sot edhe të bëni një diçka mot. Ju e keni tani dhe tani e realizoni dhe e veproni. Kështu që kjo është diçka shumë pozitive. Tani, këto ishe pak a shumë për sa përket kësaj teme kaq të rëndësishme. Këtë do ta shikoni edhe një herë për ju që nuk e keni parë, sepse do jetë në YouTube, nuk diskutohet, e do ta ndiqni edhe një herë atje. Por tani, për pak fillojmë me mesazhet që kanë mbritur në adresën tonë dhe ti lexojmë me radhë. Tani, nëse të flasim për juve që jeni në diasporë ose jeni në kërkim, për shembull për një çështje pune ose keni diçka që jo se nuk e keni vendosur si plan fakt, por doni për aplikime, dokumentacioni, është mirë që ta rishikoni edhe një herë sepse është momenti, përsa është dhe koha që vërtet juve keni mjaft për të thënë fakt, por kjo do duket më vonë për punët e juaja që keni ose gjërat që keni. Por le të hedhim një sy një herë këtyre mesazheve që kanë ardhur dhe të lexojmë dhe duke bërë dhe parashikimet. Atëherë kemi Klodi, Jorgo përshëndetje, djali ka lindur me 2/4/93, ora 10 e darkës. Jeton në Gjermani, po mundohet shumë për dokumentat pune. Ka ndonjë haber të mirë këtë vit? E marrë përgjigjet mirë. Shiko, do marri pak kohë, por është e realizueshme i nderuar, mos u shqetëso fare, sepse koha ka treguar që është momenti. Kemi Mariel, kam problem me letra, zoti Jorgo ka 9 vite në Greqi, ka 1 vit e gjysmë me veveos të bardhë. Dhe deri tani asgjë më shumë, 73-71. A do kem ndonjë lajm mirë deri në fund vitit? Bisedimi me avokatin i nderuar Mariel është tani në këtë periudhë, në periudhën e shigjetarit, mund të zgjidhni shumë gjëra dhe është mjaft pozitiv dhe jo negativ. Klodis, Jorgo të përshëndes, je shumë i mirë, falenderoj shumë i nderuar. Majlinda, mirëmbrëma, a do më eci djalit për t'u larguar në Itali dhe si do më ecin financat, 6795. Faleminderit. Lidhe me financat, kjo datë lindje gaforja. Me vështirësi bën gjërat, por e realizon. Klodis, Jorgo, djali ka lindur këtë e thamë, i nderuar. Klodi, Jorgo, djali ka lindur me 28-11-79, ora 7 në darkë, është larguar nga shtëpia pa adres, e presin prindrit, do kthehet Jorgo, i besoj fjalët e tua. Të falenderoj shumë nderuar. Me qëse shigjetari dhe diqit të parë dhe diqit të dytë, por gjithsesi ka një ndikim mjaft të mirë dhe pozitiv, sepse gjërat diçka e papritur mund të ndodhi, është e mundur kjo në këtë kohë që jemi tani. Shqipja, përshëndetje zoti Jorgo, respekte, doja të dija për çunin, datë 9 shkurt 95, ka lindur ditë e njëjte, ora 8 e darkës. Nëse bëhet fjalë, si do vej puna e masterit. Profesorja kishte familje dhe duhet të di më jep takim, më jep takim online këtë javë apo jo? 25-98, 14 kanë frikë mos më ngel. Jo, mos e kemë se për ngelur nuk ndodh kjo, sepse nuk ka shanse kjo të ndodhi, por gjithsesi është kalim kohë kjo. Mos u shqetëso. 15-96, Majlinda, 15-96 Akrepi.
Nuk e besoj unë që Malinda, në fakt nëse do flasim përsa përket ekonomisë pak vëmendje, se akripet kanë pasur probleme në këtë periudhë. Zekineja thot mirëmbrëma zoti Jorgo, dokumentat këtu në Itali dhe dashuria nuk po shkoj asgjë, të dyja 24/7/84 Luani në orën 2 mbasdite shko pak me vëmendje. Por me vëmendje të shikoj unë, po puna është se është me periudha në fakt, është edhe me kohë kur ndodhin dokumentacionet ose gjersa natyre, po me sa duket viti që vjen është më i mirë dhe tepër pozitiv. Zekineja, faleminderit zoti, faleminderit nga ime. Jola, mirëmbrëma, 12/9/80, ashetet e gafore, si do jetë dhjetori në çdo anë të jetës. Dhjetori në fushën ekonomike është në favorin tuaj të nderuar, kurse në anët e tjera do të pak vëmendje sepse shumë gjëra në një kohë edhe mund të lodheni pak, por kjo lodhje ka për t'ia vlejtur, sepse shumë gjëra kanë ndodhur gjatë rrugës, por do thosha këtë Jolas që meqense virgjëreshat kanë atë ndryshimin që bëhet nga ndonjëherë dhe mundësitë që i jepen, por nganjëherë edhe mërziten shumë, edhe nuk ja dalin në momentin që kërkojnë, por jo se është e paralizueshme. Realizohen shumë gjëra që kanë në fushën ekonomike ose në fushën e dokumentacioneve, nëse jeni interesuar për gjë të tillë, po është e mundur. Maria, përshëndetje, shikoje pak Luanin 28/85, familje punë shëndet. Në lidhje me familjen është diçka mjaft pozitive dhe është koha tani, në lidhje me shëndetin mirë do ishte një kontroll, nuk është keq të periudhë se është e mirë, mund të rregullohet. Keta, përshëndetje zoti Jorgo, të lutem duhet të di për ekonominë, 26 shkurtit 80. Në lidhje me ekonominë pak kujdes e nderuar Keta se koha nuk është aq sa duhet, por gjithsesi tani deri në fundi i dhjetorit ka diçka të mirë. Mimoza, përshëndetje, duhet të di si do jetë dhjetori. E nderuar Mimoza, koha dhe momentet janë shumë të mira, edhe pse nuk keni pasur probleme, nuk keni pasur gjëra të kësaj natyre, por është koha mjaft e mirë dhe mund të jeni shumë zgjidhje në çështjet ekonomike apo gjëra të tjera që mund të rregullohen, sepse është koha e rregullt e mundësive. Kemi Ladi. Jesh Jorgo, falenderoj shumë i nderuar Ladi. Anag. Përshëndetje zoti Jorgo, do të ketë ndarje midis 23/6/86 gafore, 10 i parë dhe 21/2 në 10 peshqit, 10 i tretë. Një shenjë ujë dhe një shenjë gafore, po, dy shenja uji që kanë të bëjnë 10 të parë dhe 10 të dytë, meqense ka të bëjnë me një ndikim shumë të madh këtë periudhë, e tregjem ose këputja në fakt, por unë do thosha që nëse do ishte mirë të uleni pak të bisedohen këto dy shenja. Mimoza, përshëndetje zoti Jorgo, si jeni 5 ditë e fundit të nëntorit dhe dhjetorit. Nëse flasim për nëntorit zero se ka marrë punë, por dhjetori është një muaj 15 ditë i parë shumë pozitiv. I dyti do pa kujdes. Bukuroshja. Përshëndetje zoti Jorgo, do të pyesja për djalin 12/9/2001, si do ishte shkolla dhe puna, është student, jeton në Francë, faleminderit. Në lidhje me punën është mirë, por dhe i dokument që do t'i duhet është mirë ta realizoj sepse është koha tani e tutje. Në 2026 do ishte perfekta, do thosha unë. Bukuroshin e tham, po. Kemi Zana thot, përshëndetje, jam shenja virgjëresës, jetoj në Belgjik, kam hedhur dokumentat për bashkëtes me shenjen e dashit, kam kohë që i pres, po se di çfarë po ndodh. Do presisht e pak e nderuar Zana, sepse kërkohet kohë. Unë besoj që vitin tjetër do ishte më perfekte janari, 15 janari tutje. Ardiana, përshëndetje zoti Jorgo, kam përshitur shtëpinë, kur do jetë koha e duhur, jam 18/7/59, më kthej një përgjigje, të lutem, je më i mirë. Falenderoj shumë e nderuar Ardiana. Me kënaqësi më të madhe, shtëpia do të sheshitur, nuk e di arsyen, ose mirë është të rishikoni edhe një herë në lidhje me reklamimet, sepse është kohë reklamimesh, është shumë e mirë dhe tepër pozitive, kjo mund të ndodhi diçka e mirë. Lula, përshëndetje zoti Jorgo, unë jam ditëlindja 5/12/76, duhet të di a më miraton banka kredi, të lutem. Shqiptari, bisedoj me një person të rëndësishëm, sepse është koha dhe nuk është problemi që mund mos bëhet gjë të tillë. Kemi Sadeta. Përshëndetje Jorgo, jam i lindur datën 18/6/72, desha pak përshëndetin edhe
për punën në biznes. Përshëndetje Jorgo, unë të thosha këtë, në lidhje me shëndetin, shikoje pak, bjeri pas e ke lënë pak pas dore, mirë do ishte pas nesër, po pas nesër tani nëse do flasim se janë të festat, por nëse do flasim nga e hëna e martë e mërkur që vjen, është kohë shumë e mirë për një diçka tjetër. Kurse përsa përket bizneseve që juve keni, është një moment shumë i mirë sepse prisni një lajm shumë mirë nga biznesi dhe është e mundur të rregullohen. Kemi Zekinea, falenderoj dhe nga ana ime nderuar. Brikena, përshëndetje zoti Jorgo, ka rikthim ujori në fillim të dhjetorit. Po pse në fillim të dhjetorit mos jetë në 10 dhjetor me 15 dhjetor? 15-22 është më i mirë. Laureta, mirëmbrëma, punë me kontratë këtu në Itali, nuk ka ardhur me parë, nuk e di këtë, kjo mund tjetë domethënë edhe si ndikim ose si kohë është e mundur. Ava prap thot përshëndetje zoti Jorgo, Ava, anë do të jetë. Përshëndetje zoti Jorgo, Aida, jam Dashi, e lindoj 64-80, po pres për punë shumë kohë, e kam ndenj mundësi për punë tani. Nëse do të ishte pardje, nuk e di arsyen, por nëse është e mundur, ditën e mërkurën që vjen, shikoj një herë si shansë, sepse është java më e mirë mund se deri në datën 7 dhjetor. Shikoje pak më së lër pas dore. Mirela, mirëmbrëma Jorgo, dua të di për djalin, ku e lam po na mbeti tha. Po, duhet të di për djalin 11/3/2002, ora 5:30 mbasdite. Do të shkoj për punë në Kroaci në 2 dhjetor, si do i vënë gjërat në faleminderit. Unë do thosha Mirela, mundësit janë ose kanë mbyllur si punë, po mirë do ishte që të rishikoj një herë këtë çështje sepse lidhe me paran. Zekineja, po Luani thot. Po e tham po ke futur. Për Luani nuk do të thoshe se ka diçka, se Luani kanë dhe shanse tani shumë të mira për çështjet e punës ose disa gjëra të tjera që mund të ndikojnë. Zelia thot, mirëmbrëma Jorgo, jam darë me ishburin, kam gjyqje me datën 4, do i marr Demi, fakt kjo periudhë është pak a shumë e ndërlikuar, mund të ketë shtyrje, por gjithsesi do jenet një rrugëzidhje. Martja thot, përshëndetje Jorgo, 15/9/62 duhet të bëj kërkesë për shtëpi komuna, a fitoj apo jam në Itali. Nëse keni bërë një kërkesë, do të prisni pak, unë të thosha mbas datës 8 është më mirë, përsa përket sepse jeni shenja virgjëreshës edhe virgjëreshët kanë më të ndikuar në këtë drejtim. Bukuroshja për vete pres një përgjigje nga prefektura do thoni ju, për dokumentet se vjen apo jo, lutem faleminderit, je shumë i saktë, respekte. Falenderoj shumë Bukuroshe. Përsa përket këtij dokumenti, unë do të thosha më mirë të vi mbas vitit të ri, sepse ka diçka, një surprizë që mund të kesh. Është e mundur të ndodhi kjo. Kemi Rugova, përshëndetje Binjaki dhe diçi të dytë, Bricjapi dhe diçi të tretë, a do keni ribashkim të lutem. Atëre Binjak me Bricjap, sa do që të grinden, por me qenë se Bricjapi ka pak më tepër ndikim në këtë aspekt, sepse binjakët çoku rregullohen në farë mënyre. Florinda, mirëmbrëma zoti Jorgo, desha të di për djalin, ora e lindjes është 11 e darkës, 20 i pari 2007. A ka lidhje në këtë muaj? A ka lidhje? Nëse do flasim në fushën e dashurisë, ndikimet janë të mira, por kërkohet pak kujdes. Jo nxitim. Kemi Laureta, përshëndetje zoti Jorgo, do filloj djali punë me kontratë, ka lindur ditën e 1 orë 12:30, 26 gusht 92-shit. Mund të bëhet një bisedë nesër para dite është mirë, Laureta. Matilda, mirëmbrëma, ju ndjek rregullisht, doja të dija për punën, a do kem probleme? Çdo vit kam ndërhyrje 25-86, po puna 17-82, si është, ka stabilizim në lidhje me stabilizim dhe me ndikimet që kanë bëjnë me çështjet që kanë dhe ndikimet që kanë në lidhje me anën e biznesit ose të gjërave, ndikimet ke një të drejtë në fakt, një të drejtë madhe çdo vit. Kjo problem Matilda ka të bëjnë sepse
vjet për shembull në maj, që problemi, si vjet në fund qershorit, por këto do mbyllen, nuk ka diçka për të shqetësuar. Kemi Antoneta Luan 5995, Peshorja 151094, mund pajtohemi, pse mos pajtoheni? Nuk besoj se ka filluar lufta. Koha më mirë e përshtatshmja është tani, xhanën, po. Nëse bëhet mbas datës 5, se kemi një lajm të mirë, mbas datës 5 e tutje, ka ndikime të mira dhe pozitive, nuk diskutohet. Atëherë kemi të bëjmë dhe me po e tham Antonetën, po. Binjakët. Kjo shkoj vetëm binjakët dinamiti, po. Për 16 qershor, 36. Nëse flasim për punën pa kujdes, sepse tani për tani koha tregon vërtet disa gjëra mira, por kërkohet pak vëmendje në ekonomi. Laureta, unë kam një vit që kërkoj do filloj këtë periudhë punë 27 gusht 65. Duhet kishe filluar në fakt, por meqense kjo për arsye apo diçka tjetër, unë do thosha që momentet janë, por varet se si ata e marrin të mirë qenë diçka tjetër. Imazh ose mazhe, përshëndetje kanali më nderuar. Mazhe thot peshit me ascendentën shigjetar. Ascendentja është kryesore e nderuar, po e kanë disa mundësi shumë të mira, bini pas se ka për t'ia vlejtur. Përshëndetje Jorgo, Anna, përshëndetje Jorgo, kam një datë gjyqi në janar 2026, jetoj në Angli, të lutem, ai marr dokumenta dhe lindja ime 4/10/1986. Ana, nëse ti brenda këtij viti, nuk e di, mund të ndryshosh avokat, se diçka nuk ju pëlqen juve si familje. Diçka ka ndodhur vjet në 2024 në muajin korrik shtator. Rishikojeni një herë këtë. Se jo bjer lidhe me ekonominë dhe asgjë në anën tjetër. Bisedojeni pak atje. Se nuk e di arsye pse nuk është realizuar ajo që doni juve. Mund ta shikoni javën tjetër këtë. Liliana, përshëndetje Jorgo, kam një hyrje në datën 3 dhjetor, në orën 2 do drejt si do shkoj. Liliana, unë do thosha për çështjet e këto gjyqjet janë në ndikim në këtë periudhë dhjetori, edhe pse me diellin në shigjetar mund të kenë zgjidhje. Kemi Sabria, përshëndetje zoti Jorgo, faleminderit për parashikimet. 28-88 për punë, duhet të di a do arrit të stabilizoj një pozicion pune që jam. Arrit të marr vendimin e punës. Vendimin e punës e nderuar, të shoh edhe një herë. 28, sa drejt ke kush ta di. Duhet të kishit marrë vjet në muajin maj, në fakt. Edhe pse ishin në përputhje me disa ndikime shumë pozitive, edhe nga ana e punës tande dhe nga ana e gjërave që keni pasur, por 2026 do të thosha muaj shkurt është perfekt për sa i përket kësaj gjëje që më the. Kemi dhurata, thot shigjetari, 10/3, si do më ecin punë. Dhurata, as ka zmarohet. Edhe pse je në kërkim për një bërim të ardhës të dyta, kjo është një mundësi, por nëpërmjet një shoqe, një njeri i juaji që mund të ndërhyjë për një çështje, sepse është mundësia dhurata, e keni mundësinë këtë gjë për të rregulluar çështje pune, nuk ka problem për të shqetësuar këtu fare. Kemi Sandi, përshëndetje Jorgo, për djalin ka një gjyq ka lindur me 2/11/2000. E ka gjyqin këtu në Shqipëri apo jashtë, se ka diferencë. Por meqense kjo kohë që jemi tani, do thosha javën e parë të dhjetorit është mirë, nuk ka problem. Florinda, zoti Jorgo, desha të di për Demin 65-65, për Luanin 24-771. 65 ka ndikime të mira, jo sa është diçka problematike, mos u shqetëso fare për këtë gjë. Kemi Zajan, përshëndetje zoti Jorgo, 19/11/1992, Akrepi, jam në proces azili, jam ardh përshëndet. A mendon që kam me ardh ndonjë lajm i mirë? Për le të lutem, nëse mundesh me u përgjigj. Pse mos përgjigjem? Përgjigjem siç kam ata. Ky është respekti. Ju falenderoj shumë të gjithëve që shkruani. Mundohem që të jem sa më korrekt, ndjes për të njerëz që mund të kem harruar ose nuk i kam përgjigjur. Por më shkruani, nuk ka problem.
se mund ta lexoj atë që nuk e keni dëgjuar. Ose të gjitha këto mesazhet edhe tek tema që fola do jetë në YouTube dhe mund ta dëgjoni në YouTube. Nesër është e afishuar dhe mund ta rishikoni edhe një herë juve vet. Këto që themi. Kështu që për proces po. Mundësit, kjo vetëm me person të ligjit i nderuar, sepse kështu nuk mund të realizohet kollaj. Nëse juve keni mundësinë. Kemi Meri, përshëndetje, jam Demi, lindur me 1954 e premte në mëngjes në orën 5. Punoj si vullnetare, mendon që më japin kontratë, kam shumë teste për të bërë. S'ka mundur, mendon që më punsojnë? Vetëm ose merr të mirëqen ato çfarë flitet, se ndryshe flasin, ndryshe bisedojnë, ndryshe rregullojnë, por gjithsesi, dhe si periudhë është periudha e mirë që ti mund të bësh diçka në anën tuaj, por është një moment mjaft i mirë, një bisedë mund ta bësh. Kemi Rahimja, përshëndetje, jam Bricap 10-2, të lutem më trego a do kaloj testin e gjuhës Sloveni, e kam në janar dhe kam shti vizën për me vazhdu në Sloveni. Sa do më vonohet? Bricapi 5 i pari 91. Unë do thosha dhe do shtyhet pak ky mohabet, se pak e vështirë më duket mua. Se pisapet janë të fokusuar në gjëra të tjera, kështu që kërkohet pak kujdes këtu. Nga janari e tutje ka mundësi. 20 janari e tutje mund të ndikohet kjo. Argeta. Jorgo, përshëndetje. Çfarë lajmesh? Mund të marr tani në nëntor ose dhjetor në lidhje me karrierën apo duhet të pres akoma? Çfarë mund të kem? Falenderoj. Lajmet mira ke, nuk është ashtu diçka problematike, por ke kujdes në bisedime që do bëhen ose disa lajme që pret marrësh. Vendose pra rregulloj gjërat. Është e mundur në dhjetor për disa bisedime. Kemi Shqipja, zoti Jorgo, mi mbrëma, të shes shtëpinë. E tham një herë më i uruar. Mundësit janë reklamat bëj tani, jo se është periudhë festash, se mund ta bësh në ujin e bekuar që është 7-8-9, datës të janarit, po është mirë tani në dhjetor, se ka të bëjë me këtë. Kemi Majlinda, Jorgo, përshëndetje. Kemi një gjyq me 11 dhjetor, ujori 2-2-92, të lutem si të shkoj seansa, a do një shpresë. Shpresë ka, pse mos ketë. Nuk besoj se është kaq problem i madh. Kemi GRP. Mirëmbrëma zoti Jorgo, 24 i pari 71 për ekonomi dhe shëndet. Lidhje me ekonominë, jo keq. Përshëndetjen, bëni një xhiro tek doktori për një konsultim, nuk do ishte keq. Rahimen e tham. Mimoza, të falenderoj shumë zoti Jorgo, je njësh në astrologji i parritshëm. Falenderoj shumë Moza, thëroj gëzim e lumturi, shtëpi e begatin familjen tënde. Kemi Nela, mirëmbrëma zoti Jorgo, jam nga Forrja, kam një çështje ligjore, pres një përgjigje, të lutem më thuaj si do jetë e do marr përgjigje. Përgjigje po mund ta merrni, edhe me personin e ligjit mund të ndihmoj shumë në këtë drejtim. Zoti Jorgo, jeni shumë i saktë dhe i këshilloj që njerëzit ju kontaktojnë në privat për çështjet e tyre. Falenderoj shumë, nderuar, shumë faleminderit për respektin edhe atë besimin dhe pozitivitetin që tregoni. Shqipja, do blej çuni shtëpi në muajin dhjetor? Datë 10% se 90% i paska ky, po 10% i duhet. Pse mos ta blej, po të gjej kur blejmë shtëpi, nëse blejmë për shembull jemi në kohën e shqiptarit, do ishte ideale kur kemi, si ta kuptoni, gjithmonë dritarët jenë nga lindja. Është diçka pozitive. Kur jemi në muaj ngusht, do kemi veri jug. Kur jemi në dimër, në mezin e shëndreut, janarit, se thash shëndreun edhe thash alla turka, ka një ndikim shumë mirë mes që ka të dy veri lindje. Janë ndikime shumë të mira. Dhe pozitiviteti dhe këndet që bëjnë planetet në këtë aspekt të shenjave, kjo ka të bëjnë shumë. Por gjithsesi, ke vënë individ pasi se ka shumë gjëra, ka shumë yçe që duhet të thënë. Vazhdim të bash. Atë kemi
ku e kishim dhe tjetër tani se na kaluam këto. Ekonomia, banimi Sloveni pas Klodi. Jorgo djali ka linë në 2493, pre dokumentat në Gjermani do i marrë këtë vit, i pretë mos unë zito, prit pak. Merta, përshëndetje i nderuar Jorgo, unë jam Demi dhe lindur në vitin 1969, 5-18, si do jetë puna, jam pa punë. Merakosem shumë. Po merakosës nuk diskutohet sepse shenjtë të Demit kanë siklet shumë biles, po do thosha mos më merakos fare për gjërat vogla. Merakosë për gjëra tjera, jo për këtë. Kjo nuk është diçka problematike. Mirëmbrëma, a do kem lidhje me ishin? Prit më shqipe mos mund zito. Kam djalin Marieli, është një njohje, po. Kam djalin 57-2000, Gaforja, bo. Është një njohje me një vajzë 2-4-2-3, sepse gaforët janë idealistë, kanë ide, kanë mundësi dhe çështje të rëndësishme dhe edhe kohë të pastër dhe mundësi të arta që kanë. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Kemi në lidhje me Marielin, Marieli thot, Mariel po, kam djalin e tham, këto dy, a shkojnë bashkë. Nëse do më thoshe që a shkojnë shumë sepse janë për familje. Dhe kjo do thot familje, kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi. Pse jo? Kemi Angje, jam peshore e javës parë tetor, a do kemi rikthim me ujorë dhe i diqit parë. Ujorë është qik problem, sepse ju si peshore jeni kripa dhe piperi, po nga njerë e shala nuk është djeks. Se kohë po djegi shumë e pishtë sa terezira. Po do të ke stomakun e fort, nuk e ka problem. Nëse gjithsesi nuk është fajot, përse ka ndodhur kështu. Kemi Elion, përshëndetje zoti Jorgo, akrepi 14 nëntor 86, a do jetë muaj dhjetor të lutem se a do jetë muaj dhjetor të lutem se nuk po më ikën për mirë të lutem. Po më ecë mirë do thosh. Po jo nuk e them se është kaq problematik kjo këtu. Dhjetori është muaj i mirë. Shkodër, përshëndetje, jam 89, 10 shkurt, 9:30 paradite mërkur, në lidhje me punën e nderuar, ju e jeni në Shkodër, diçka me ujore ka ndikime mjaft mira tani tutje, nuk ka vend për të shqetësuar sepse ka vendime dhe ndryshime të mira. Bukuroshe, po e tham Bukuroshen. Elion, të lutem, mundesh të më thuash, zoti Jorgo, akrepi 14 nëntor 1986, ju ndjek rregullisht dhe të lutem, mund ta di si do jetë, kam lek për të marr, a do i marr? Elion, nëse flasim për lekët, është më se e drejtë që thua, por bisedoj me personin se ka i problem tani, që mund mos ta zgjidhësh. Po kjo në kohë zgjidhet në shkurt e tutje. Mos më shqetëso për këtë. Shqipja prap Shqipja. Gjaxhi Jorgo do kaloj masterin 25. Po pse mos ta kalosh më i oruar? Unë nuk shikoj një problem këtu sepse gjithmonë binjakët e diçit parë që je ti ke gjitha mundësit, pse jo? Në Xhmia, përshëndetje Jorgo, jam ujor, javë e parë kam humbur punën, do gjej punë se jam pak në moshë. Ju lutem faleminderit. Nuk ka punë moshe, puna gjithmonë është ndikim dhe favorizim. Unë do thosha po e ke mundësinë, nuk ka problem fare. Për sa i përket diçka të tillë, për sa i përket punës, e ke mundësinë. Kemi Mete, përshëndetje, datindja 30 shtator 93, lindur në Durrës, jeton në Itali, për në një fejes, faleminderit. Viti tjetër është më i mirë e nderuar, sepse peshore gjithmonë kanë mundësinë në lidhje me çështjet e tyre, por gjithmonë ndodh në maj shtator që kanë. Klodi, Jorgo të përshëndes, djali pret të rinovimi dokumentash, punë në Gjermani, 2493, ora 19 e darkës, nuk e lexova. E lexova i nderuar, po gjithsesi. Do afishohet do ta shikoni në YouTube nesër, ti dëgjoni edhe një herë për parashikimet. Klodi, po prandaj kështu që Klodi mos u shqetëso fare sepse është mundësia për gjëra të tilla. Një dokument do t'i duhet djalit, i duhet dhe një dokument tjetër, nuk e di arsyeën, sepse kjo datindja këtë t'jep. Kemi dhurata, jam datindja 86, falni, po 86 dhjetor 18, sidomos si puna. Lidhur me punën pa kujdes dhurata. Alma Derej, zoti Jorgo, kam djalin në Angli dhe pres
pres për të që të marrë lejen e qëndrimit për gjithmonë. Djali ka lindur 29 mars 2004, është mashandet gafore. Zëre se e ka marrë. Merale, përshëndetje zotëri, Jorgo, a do kthehet shqiptarit tek unë, dhe unë jam shqiptar. Shqiptar me shqiptar. Ju me njëri tjetrin nuk bëni, por pa njëri tjetrin nuk jetoni. Ç'është ligjore kjo. Ligji jetës, ha. Agreta, inshallah janë lajme të mira Jorgo për jashtë. Lungoja, pas vetëm të mira. Gjithashtu e nderuar, do jetë gëzimi më i madh që të thuash unë ndodhem në Azi tani. Në vendet noridike, thash në Azi, se pra tjetër. Azi ka tjetër rakam, në drejtim. Sadeta, po Jorgo, po biznesin a do më shkoj mirë në biznes, por shëndetin kitë dera për të hanë ka konsultoj mjekun, je i respektuar. Falenderoj shumë dhe unë, Sadeta. Nuk diskutoj për biznesin, as mos u mërzit fare, sepse janë mundësi dhe çështje të rëndësishme që ti do t'i kesh në vazhdimsi, por jo për probleme. Por është në lidhje me ndryshime dhe vendime të mëdha që do të merrni në lidhje me biznesin. Keni bërë nder, keni gjetë der, po kjo kthehet ndryshe, sepse do ta bjerë rrezikun tek dera krijuesi. Ngreu merre shumë shpejt. Kemi Silvana, përshëndetje zoti Jorgo, jam Silvana, 28/6/83, doja të dija për punën dhe për lidhjen me një djalë 2/11/77. Do thosha është ndikime favorite dhe jo pse jo, nuk ka problem, si lidhje, si kombinim është perfekt. Mimozat, falenderoj dhe unë e nderuar. Mariel, zoti Jorgo, ku mund t'ju gjej në privat? E keni tek video, po të shikoni tek video, mund ta klikoni dhe të shikoni, se keni dhe adresën, keni dhe numrat atje. Tek pashkimet ditore në YouTube. Anje 3/10/2001 me 2/2/2001 a ka rikthim për këto dy persona. Është pak e kokravitur kjo lidhje, jo për fajtë të dyve, por koha e vështirë. Mundësit pse mos janë që ç'ke me ta. Shkoder, faleminderit, je njësh me të vërtet Jorgo, falenderoj shumë e nderuar. Kënaqësi, falenderoj pa mas për respektin që tregoni. Arta, nesër ka takim për dokumentat në Itali, 11 dhjetor 96, do t'i bëhen në Tiranë, ka lindur me 7/5. 11 dhjetor. Shqiptarët kanë shanse shumë të mëdha tani këtë periudhë, por duhet të jenë pak të kujdesshëm, jo të nevrikosen. Anita, mirëmbrëma Jorgo, jam 12/4/87, dashe, a do jem e lumtur me vitin 2026, pasi kam pasur shumë telashe në jetë. Vetëm Zotit dhe tokës t'ja tregoni juve nderuar ato që keni pasur, por nga ndonjëherë bëni nder jeni qeder, por këtë herë besoj keni mësuar nga problemet që kanë ndodhur par vjet në maj edhe vjet në tetor. Probleme mjaft mëdha, por gjithsesi ja keni dalë. Shpresa thot, shëndetje për 14/7/66 për familjen, për ekonominë. Në ekonomi, sepse gaforet kanë pas shumë probleme, për e kanë zgjidhur. Viola, përshëndetje, jam shenja Luanit, 23/7/92, 6, afërsisht të ditë e premte, si do jetë shenja ime e horoskopit, muaj dhjetor. Unë do thosha, Viola, nuk është se ka një problem shqetësues, por në anën tuaj është pozitive. Almira, mirëmbrëma Jorgo, si do shkoj me shëndetin dhe me punën. Me punën po, me shëndetin një vizitë nuk do ishte keq këto 2-3 ditë, se është mirë për juve. Kemi Anna, përshëndetje zoti Jorgo, përsëri Aida, dashë 6/10, javën tjetër 5 dhjetor kam një gjyq, është për një aksident ka bërë para 3 viteve. A do kemi ndonjë ndërshpërblim ose pension që ndodhet në Amerikë? Duhet ishte realizuar e nderuar kjo gjë, por nuk e di arsyen pse, meqense me lidhje me personin e duhur është e mundur të ndodhi, është e mundur të arrihet diçka që bëhet, sepse ka të bëjë shumë me takimet dhe vendimet që mund të merren nga personi atje. Kosovë, përshëndetje Jorgo, e lindur më 13/12/2073, pres një vendim, a do jetë pozitiv. Pozitiv që çka me te, a nuk e diskutoj. Argerta, vendet noridike Jorgo, mos u ngatro, sa drejt ke, po. Asiatike, thashë, noridike. Po dakord. Pa jo, e rregullova po vetëm këtë, mos e ke mëra këtë. Liria, jam 28 ekonomia, po diçka mirë.
peshore. Kemi Zot Jërgo, do të bëhemi bashkë me Ishburin, kam një oje unë, 4-12-86, Miralla. Unë do thosha po, mundësit janë. Shqipen e thamë, Almira, faleminderit nga ana ime nderuar. User, përshëndetje Jërgo, jam Lola, dua të pyes për vajzën, po kërkon punë, a do gjej së shpejti, 23/5/2007, po dësh shkollë e lartë, jeton në Angli. Do vënohet dhe ai muaj e gjysmë me 2 muaj. Ato janë gjërat më pozitive. E mbyllim dhe me këtë mesazh tani neve do rishikomi përsëri çdo të mërkur në të njëjtën orë me tema të rëndësishme, me gjëra të rëndësishme. Unë uroj një natë të mbar në çdo aspekt, në çdo drejtim. Për gjithë ju televizionistë të mi, që kudo ndodhen në Shqipëri apo diaspor, unë uroj vetëm mbarësi dhe shëndet. Kini mendje në gjëra të vogla, aty bëhet problemi, aty krijohen problemet. Prandaj keni kujdes, shikojeni, vendosni